Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My Friends. Jonida dhe Niko ju përshëndesin nga Top Albania Radio, po ashtu edhe nga kanali 10 në digital, që po ndiqni live. Jemi veshur, jemi pispillosur. Jemi bërë të bukur për ju. Dhe do presim më pas të ftuarit tanë që do t'i bashkohen kësaj studioje për të diskutuar. Ne hapëm një lloj bifi, le të themi, që nuk e dinim që do ndodhte javën e kaluar. Ajo goja jote dhe ai shikimi im. Ajo perla që ti le dhe ai reagimi im. Domethënë, nuk e di, në TikTokun tim ishte video më e klikuar e javës dhe më e komentuar e javës. Dhe komentoj dhe vetë autori. Dhe vetë autori sot do të jetë në studio, po flasim për një video që ka bërë xhiron e rrjetit sa i përket përputhen, e komentuam edhe ne të dy këtu në studio dhe është Feiza që do të na bashkohet pas pak për një takim. Tani dihet botërisht që ne komentojmë video, që ne sigurisht që flasim edhe për përputhen, po edhe për programe të tjera që bëhen në top, kështu që do të kemi sot një përballje me Feizën. Plus që kërkoj vetë leksione private nga ne. Ti mësojmë se si bëhet një first takim i parë. Duke qenë se ne të dy jemi pak old school. Ne jemi profesionist në këtë. Dhe nuk e dim se si realizohen në ditët e sotme në një brez, le të themi, me goxha diferencë moshe me ne. Unë më pëlqen kjo brëmja restoranti, kinemaja ose ku ta diun të bësh diçka. Jo, je shumë koto vlla, shumë old school. Niko, nuk duhet kështu. Për te shakave, Feiza do të jetë në studio pas pak, ndërkohë në pjesën e dytë të programit do të vi dhe të na bashkohet Stenaldo, pak si co-host, po do flasim edhe për këngën e tij më të re, po edhe për gjëra që kanë ndodhur në këtë periudhë, kështu që do ta mirëpresim në këtë studio. Po flisnim me Feizën. Ta dinin ata që na dëgjojnë se çfarë flitet gjatë publicitetit apo këngëve, do preferonin që mikrofonat ishin hapur. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Feiza Kastrati është futbollist në profesion, menaxher eventesh, por tashmë ne në Shqipëri dhe në mbar shqiptarin po e njohim si një konkurrent në përputhen. Mirë se vjen në Top Albania Radio. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë, faleminderit Jonida për ftesë, faleminderit Niko. Emocione këtu, se në takimet e përputhen je më i lirshëm. Në story më mësoni replikon, lë komente, ta bëra videon virale këtu. Po, me që jam i vedishëm. E ka me emocione, po. Sa ka bëj? Me që jam i vedishëm se takimi s'ka qenë shumë mirë, kështu që i di që kam vrejtje, kam marrë këtu me thonë, te gjëna Niko çfarë këshilla ka për më t'jap për një takim. Që ta sqarojmë pak të gjithë publikun për te shakave. Feiza është këtu si i ftuar i programit, por edhe për videon që ne komentuam javën e kaluar, një takim që ai kishte me Danjën që u bë shumë viral në rrjet, sigurisht që e komentuam dhe ne këtu. Dhe menduam që pse jo, të jesh në këtë studio dhe të flasim, sepse ndonjëherë rrjetet sociale të bëjnë dhe pak konfuz për mënyrën se si shihen gjërat. Kështu që përpara se të kalojmë te ky bifi i lançuar nga kjo studio, do doja shumë që ta njihnin Feizën në një tjetër dimension. Unë thash shumë pak për ty, thash që je futbollist dhe bën këto eventet dhe prej vitesh jeton në Itali. Por në fakt do donim të dinim që prej fillimit. Pra ti je një djalë i rritur, i lindur në Kosovë dhe pastaj ke emigruar. Jo, kam lind dhe jetoj akoma që tani që 23 vjet në Itali. Okej. Dhe flet kaq mirë shqipen? E flas mirë, do të thonë jam edhe Kosovës, mundona me fol edhe me theksin Shqipërisë, mundona së po jam kaq poliglot, flas mirë disa gjuha. Jo, duke qenë se ka lindur andej, që të mbaj dhe theks dhe gjë, bravo. Bravo prindërve të tu. Familja ka injektuar përveç traditës që besoj e keni tashmë në familje, po edhe gjuhën shqipe. Si erdhe ti tek përputhen? Do me thënë, si u bëre ti pjesëtar i një prej produksioneve në Top Channel ku fjala kryesore janë takimet? Unë gjithmonë kam pas shef me fund televizor dhe në tarmë unë duhet me punu në televizor, kështu që këmi qenë me familje të pa televizorin, ka ardha të aplikoni ke përputhen,
Dhe unë mamen e kam shumë open mind, thot ti aftësi që ke ti për show, për gjona ti je tamam. Domethënë apliko dhe shko. E thash pse jo të shijoj si eksperiencë dhe deri tani jam kogja i lumtur si eksperiencë. Mamager. Mamager. Bravo mami. Bravo mami. I like her. Domethënë ti e kishe parë si program, e di feedbackun që kanë protagonistët e atij programi, di po ashtu edhe qarkullimin që bëhet në rrjet, është një formë shumë e mirë PR-i, sidomos për ata që kanë një profesion që duan ta lidhin edhe me pjesën vizuale atë të televizionit. I kishe të qarta idetë tua me cilën prej vajzave, se duke qenë se e ke parë më herët, besoj i kishe piketuar. E kam parë, por realisht kam pas asnjë lloj qëllimi. Kam thonë thjesht se edhe nuk e kam pas shumë si program, por pak para se më fut jam informuar sa më shumë. Okej. Ama nuk pa pretezë. Veçam kam thonë të futna dhe del si del. Domethënë sa më shumë natyral edhe me gjithë ndjesijat me jetu aty live. Si quaj e para, Niko? Se ti i ke rreshtuar vajzat. Unë di gjithë biografinë tënde. Në përputhe. Pas ke studiu, Pas ke studiu. Absolutisht. Se kam të ftuar. Quaj Adela. Po, që është ish studentja ime. Studentja që ishte ajo dashuria vërtet, por aty gjatë rrugës doli një Danja, më duket. Doli në Danjën në rrugën, po, dhe gjova dalë takim me Danjën, me që Adelaida pa dalë para me një takime i ti tërçun. Që unë fillimisht kam thonë nuk du me dalë takime me kërkën, dalin vetëm unë e ti dhe të hargjojna gjithë kohën unë me ty, ti me më fokusom tek ne, ti le manash gjithë. Kurse ajo vendosi me dalë me ti tërçun, e thash, okej, shijoj e ti dhe unë dalë me Danjë dhe e shijoj edhe unë këtë takim. Okej, pra me Adelën tashmë i keni të mbyllura gjërat apo ka një dritare diku? Takimi Adelës ka qenë thujse shumë ma qilë se ime. Ajo ka dalë dhe më ka respektu për fillimit deri në fund. Kurse unë nuk jam tregu shumë respektueshëm ndaj saj. Po unë para se mi këtë takim më thonë Adelaida, unë jemi në reality show, du me bë show, kështu që unë do iki, do mundona me bë Danjën sa ma shumë për vete dhe me në fund do të tërhekna të thëmë jo, se unë kam pëlqim vetëm për Adelaidën. Amo tani gjatë takimit gjonat janë bë ma komplikume, Danja filloi kogja të provoku edhe s'kan dalë qëllimit e mia që si kam dërsht. Adelaida u mërzit se edhe pse ka qenë vetëdijshme çka kam bën takim, u mërzit se e kam disrespektu si çka thon ajo. Edhe realisht po pak i kam mungu edhe pak respekti. Jam i vetëdijshëm. Një treshe Ina Stelina Casey më kujton, po kështu 2.0. Edhe deri tani i kam mbaruar gjithë dyrt, gjithë gjonat, ama unë nuk dorëzona, unë kam mundu akoma fokusona tek ajo, mundona sa më shumë për vetë. Pra Adelaida është vajza që ty të pëlqen. Adelaida është vajza që mu më pëlqen shumë, kam edhe disa, kam kogja ndjenja, nuk du me egzageru, po ka edhe pak dashuri. Okej. Dëgjove. Adelaida. Adelaida nëse ndëgjon, të dua shumë. A thua do të ta japi një shans të dytë pas kësaj deklarate? Shpresoj që po ajo është vajzë që i ka kornizat e veta, ajo nuk del asnjëherë jashtë kornizave, kështu që është realisht shumë e vështirë për të bind për këtë. Unë them të dëgjojmë pak muzikë, se do bëjmë gati videon për ta parë dhe për ta komentuar sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio dhe do të bëjmë gati tani për të ndjekur edhe një herë videon, e cila shkaktoi një, le të themi, bif mes ne të dyve dhe Fejzës, por jo vetëm. Në fakt do doja të ishte edhe Danja. Du mi pa mimikat live tash, me që ke pas mimika shumë bukur. Fejza ka kërkuar hapur në rrjetet sociale këshilla nga ne të dy. Dhe të lutem mos u bë më bjond si fillim. Se si është një takim i parë. Flok bjond? Ja. Ta shohim pak. Kjo është parë. Ku ti fut gishtin ti më po çaj kotë se. Kërkoj ndjes, realisht shumë ndjes. Fuça, live fuça. Çfarë pa? E ke drejt. Ai ka pa. Ai e ka ito apo?
Ç'është kan? Ai Rri ma e gojnë me rob shpije, se do macarosh e do të na gjë që s'duhet. Okej. Okej? Kojta mamëm qa. E thonë po M'fal. të besoj pak, me që s'pas ke farë. Kishin fut më mirë komentet tona se s'kishim taksirat. Se me ndigju 2 herë, nejse Feiza hënjer na më thuaj ti tani se çfarë mendon për këtë takim romantik, për të cilin nuk je dakord me komentet që ne kemi bërë në studio. Ku të ngeci? Nuk është që s'kam qenë dakord, po thjesht takimi ka qenë për qëllime tjera, jo për munduan me bë për veten Danjën, se s'kam të bëjmë me Danjën. Dhe me mikat e Nikut për atë më kam bë përshtypje se si më dhom mësim ky mu, kështu që kam dashur personalisht më marr mësime ndaj tij. Po jepini, është e hapur biseda. Edhe në takim të parë, të duket normale ti vësh se s'më pëlqen dhe shpreh ti fusës gishtat një femër në gojë. Po, nëse kisha parë gjithë takimin ti kisha parë që fillimi kjo ka provokuar ka smuxha gjithë kohë, kështu që ja ktheva borxhin për hakmarrje, ja ktheva, kështu që çka ka bëu ajo kundër gishtit mendoj që s'ka qenë kaq shumë, edhe se nuk është një gest aq i bukur për të parë. Pikë së pari një herë, jo se po justifikohemi, neve e kemi patur gjën për Danjën, më shumë dhe jo për ty se ti nuk e shar. Pra unë gjithë gjëja ime aty ka qenë për të ofenduar, që kështu. Po dhe gjëja jote me Gisha nuk mund duk në gjë tepër romantike, ku ta dy takimin e parë. Takimin e parë, po pse në plazh, që ai si piknik në plazh. Po pse Danja ka T'ja hym në themel, domethënë gjës. Po, Danja ka do vajt bukura dhe ka qenë tuar dhera, kështu që unë jam person që kam qef ndeti edhe kam shku me shiue në plazh, domethënë edhe vibes se sa janë bukura, kombinu gjithçka mirë. Ka qenë si fillim kombinimi mirë, domethënë para takimit. Por të dish që ka shumë Niko aty jashtë, si mua që nuk e ndjekin emisionin e plot dhe ne përfitojmë dhe marrim të gjitha informacionet nga reelsat si te Top Albania Radio, si te Top Channel në Instagram apo në YouTube. Pra, unë pash atë skenën. Si mua kanë parë shumë të tjerë që kishin komentuar. Në fakt videoja është bërë shumë virale, ha? Po, e kam parë. Ka pasur komente që të kanë prekur ndoshta? Jo, se nuk merrem shumë me komente, po ma shumë komente negative ka marrë ajo vajza se sa unë, domethënë që bëra gjë, se mund ka pas komente që ka thonë mirë ja ke bërë, apo me që ajo u hi me një lloj personazhi ashtu siç u fut, më ka thonë mirë ja bërë, kësaj ja ule pak krahas se fluturon shumë lart. Nuk të prekin komentet. Fare. Unë mendoj derisa futna për shembull ke përputhje, që është një emision që na degenerojnë gjithë, gati thuj se gjithë, na shajnë thuj se gjithë, nuk prekëm as pak, se nuk isha fut as pak. Se u prekën nga reagimi jonë, se në rast nuk e komentuar. Po prandaj u prek more që ta ftonim sot në emision. Si e madh me çën këtu pra juvesh, po unë nuk jam prek, unë thjesht jam marrë me marr këshilla ndaj teje, kështu që unë jam shumë open për me bë biseda. Mendoj si më i madh, mendoj që takimi i parë duhet ishte pa çka çaj pëlqen asaj, edhe kur është televiziv, duhet jetë diçka më romantike, çuni, ti ishe shumë gentleman. Çfarë mendon ti që ishe shumë gentleman deri nga momenti që u hap ajo goja e bukur dhe dolën ato perlat e bukura, shumë ngjyrsha. Çfarë mendon se si takim parë zgjolla me shumë plazh? Është një vend thuj se ja vlen apo jo, si takim parë në plazh? Si takim parë në plazh jo. Është too much thuj, ka shumë intimitet, ha? Ka shumë intimitet edhe ishit shumë të zhveshur për në takim të parë. Për në takim të parë. Domethënë, e di si mund ta konsideroj takimin parë. Por më të zhveshur ishit nga goja. Nga goja ishin lakurish. Amo jo unë kam qenë gjithmonë kavaljer, edhe nga goja edhe me gjeste si gentleman. Tani, u duke gentleman derisa thash. Përtej takimit, ti vetë je ndërgjegjshëm që takimi nuk është se ishte ndonjë emocioni vërtet. Nuk e kuptova pyetjen, më fal. Ti vetë je i ndërgjegjshëm që je i vetëdijshëm, domethënë e di. Ky takim nuk është se ishte në maksimum ose të tregonte një lloj marrëdhënie apo një lloj jam shumë i vetëdijshëm, po arsyeja pse s'ka qenë ashtu është se edhe unë edhe Danja të dytë kemi qenë ndërkohë me një njohje kogja të avancuam, kështu që okay. Nuk kena mujt me qenë edhe shumë të përfshirë me njëri tjetrin. Jo, s'keni mujt. Shumë mirë. Po ti vetë si i ke jashtë përputhen takimet e tua të para? Çfarë djali je ti, se dua të di pak më tepër. Unë si përputhen se jashtë mendoj që jam çun kavaljer dhe mundona me qenë sa më shumë gentleman, me respektu vajzën. Mendoj që pe takimit parë do të merr mi fol ca pika, për shembull, unë jam ky Feiza kam
këtë pregje, këtë difeti, edhe unë kërkoj këtë ke një vajzë. Do me thonë, unë që t'jesh i qartë, po thua. Sa ma shumë i qartë, ajo qartë. Për me ditë, a ka tani takim dytë ose vazhdimësi në raport, në marrëdhënie. Shumë mirë. Jo, është ndarë gjë, ja. Unë do t'i mësoj Fejzo se si të jetë në takimin e parë dhe ai do më mësoj mua se si të bëj katëshe. Çfarë ishte kjo historia? Se unë nuk i di këto gjë, unë jam te këto më romantik. Ti do më mësosh këto gjërat e tjera mua. Unë jam 23 vjet. Mendoj që gjithë kemi pas aventurat tona në jetën tonë. Unë kam qenë edhe shumë kogj aventurier. Unë jetoj edhe jam rrinë në Itali, atje janë shumë open minded, domethënë jam rrinë në Greqi, ata unë janë gjëra që ndodhin. Ta sqarojmë pak publikun, është një deklaratë, po ashtu tjetër e Fejzës në përputhjen që ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka tërhequr vëmendje, ka deklaruar që kemi pas intimitet thujse grupi, ka ndodhur, kemi qenë përfshirë disa persona. Edhe është një gjë që ka ndodhur një natë, gjithë kemi qenë vetëdijshëm çfarë po ndodh, edhe pa komplekse, pa gjona, ka ndodhur dhe nuk është se unë nuk e gjykoj, unë kam thënë dhe unë si perlat e Fejzos vite më parë, kam thënë dhe jam pargjykuar, unë thjesht do marr leksione që të t'jap këto leksionet e tjera. E ka thënë zemra, ka thënë, ka dalë te përputhjen, e ka thënë ishte kështu, ishte edhe serioz. Po, ka qenë se ka ndodhur dhe i ra derës mami dhe erdhi mami dhe ne ulëm, odhëm çarçafim, ulëm mbi ato gotë, arrinim i skenime të tëra. Ka qenë dhoma e sekretit, unë ndjeva me thonë këtë sekret dhe e thash, se unë s'kam komplekse as pak, apo çka ka ndodhur, unë jam i lumtur që jam ai që jam, secili ka kalumra të bukura të këqija, po gjithsesi ke gjëra të kalojnë edhe na vijmë për provoj. Pas përfshirjes tënde në përputhjen, po e ndjen këtë le të themi vëmendjen që merr nga publiku dhe atë pëlqen që të jesh në qendër të vëmendjes si natyrë? Po, unë kam qenë kogja me qenë qendër të vëmendjes. Edhe vurej tash edhe se unë udhëtoj çdo javë, domethënë në aeroport ose në aeroplan gjithmonë nalin, pyesin si po kalon, si është Adelaida, si ka qenë, si është situata, çfarë do bësh. Kështu që mua më pëlqen vëmendja, po. Okej, por pra ti nëse të vjen një ftesë ndoshta në edicionin tjetër në përputhjen, mund ta në përputhjen. Në Big Brother. Në Big Brother edhe mund ta konsideroje, po thua? Sigurisht mund ta konsideroj, po dua të vure se unë me që jam sportist dhe gjatë periudhës Big Brother unë e kam sezonin futbollit, do të me këshir si mund me përputh gjithë gjanat. Pra përputhen edhe për Big. Fejza e preku pak dhe tha që jam futbollist dhe unë dua të të komplimentoj se nuk e dija që ti luan për kombëtaren e Kosovës, është fjala për kombëtaren e futsal quhet, futsal. Është futsal, futboll në sallë, domethënë është futbolli që luhet me 5 lojtar. 5 kundra 5, jo në stadion të madh si futbolli klasik 11 kundra 11, po është një sallë, domethënë fusha është parket, edhe është 5 kundra 5, po. Pra ti je me veshjen e Kosovës dhe luan për unë luaj në Itali me ekipin tem që quhet Arzignano. Kam luajtur gjitha kategoria, kam luajtur Superligën, kam luajtur liga dhe më poshtë për më ngrit lart ekipin, edhe po ashtu në kombëtarën Kosovës që kam luajtur edhe loja kualifikime për Europian edhe për botror. Bravo. Folëm pak para. Interesante. Çfarë ka bërë? Ja, do të them unë tani. Folëm pak para se të nisni. Gjithë ti pas ke bërë, ja, pas ke marrë krejt. Bëhen searche para se të vini i ftuar. Tani, futbollist merresh me këtë gjën me eventet, tek përputhen. Mora vesh të pëlqen edhe moda. A e parashikon të ardhmen me një brand tëndin personal? Po, unë dhe si që thash ma herët, përgëzoj që jeti stilist, unë e kam shumë, domethënë, rëndësi veshën, unë kam qef, domethënë, me gjitë gjona që binë sy me qenë sa ma shumë stravagant, edhe për këtë sen mund kanë sulmu këgja. Sot s'do ta thoja, se ka ardhur me të zeza, po vajton dashuri, po vajton gishtat. Po kam qenë, jam veshur zisër si marrëdhënia ime tash me Adelaide, kështu që tani ndjena kështu, ama unë kam sulmu edhe këgja në emision, se për shembull unë kam shumë qef ngjyrën pink ose më vesh me me gjona stravagante, si që pe aty kam qenë... Si një peshore që është. Kam qenë ashtu pink me ziza, edhe më sulmojnë shumë shife, se këtu paragjykojnë shumë personat, me që edhe jena Shqipni ka shumë komplekse, ama nuk ndikona, kam qenë sa ma shumë me ronë sy, me vesha, me qenë
self-confident, me qenë confident me vetëm, me self-confidence lartë. Mendoj se është pjesë karakteri, po është dhe mosha, ha? Është ajo mosha që tani jam më i njohur, dua të bie edhe më shumë në sy, veçë gjithmonë. Kam pas gjithmonë qef me ranë sy, jo që tani, gjithmonë kam qef me ranë sy. Mu vesh extravagant. Si janë vajzat italiane në marrëdhënie? A janë më open-minded ndoshta se sigurisht që po, janë shumë open-minded dhe ty të pëlqejnë open-minded apo një vajzë shqiptare? Dëgjoj, unë siç kam thënë s'kam pas asnjë lidhje me shqiptare. Kështu që unë jam edhe shumë patriot, unë duam të ardhmë me çu traditat tona, kështu që bashortja do jetë shqiptare. Ja shqiptare apo çfarë? Okej, a u shqiptare o i çfarë? Po në Itali, në takimet e para flasin gocat ashtu? Në takimet parë në Itali çfarë bëjnë? Flasin ashtu ose ka tyra gjëra. Me i sektor në Itali zemra që javën e parë sono fidanzato thotë edhe il mio fidanzato. Gelato al cioccolato. Shumë interesant, domethënë, edhe një herë i gjithë rrugtimi yt, më pëlqen që je edhe i hapur për të folur për gjërat që bën, po edhe për këtë pjesëmarrjen tënde të re në përputhen, edhe për fshirjen tënde në botën e ekranit, modelingut edhe gjithçka tjetër që do të bësh. Çfarë pret pas këtij programi? Pra, a mendon që ardhmja jote me Adelën do të ketë një dritë jeshile në fund edhe nëse po, a do jesh në Itali, në Shqipëri, nuk e di, si mund të jetë? Pret mas programit është pikpyetje shumë e madhe, kështu që nuk mund ta di. Ama deri tani e di që du me mbaroj misionin sa më mirë, jo për emision, por për vetën, kështu që du me kry misionin, me mundu me bë Adelaide, me kthy për vete, me dal me ta, me ton pikë të parë. Edhe ajo është, do me thonë, deri tash objektivi final që du me arrit, që është gjoja që sene që du mas shumë ti. Marrëdhënia me djemt si është aty? Si jam shumë kurioze të di, a bëhen shok një grup djemsh të cilët mund të pëlqejnë të njëjtat vajza që kanë përballë? Unë jam një djalë që i respektoj gjithë dhe mundona mi bo mirë gjithë shuna, apeten. Amo ndonjëherë që ta keq përdorin këtë gjë dhe mundon me ta full mbrapa shpinës. Edhe nuk sillen as mirë, domethënë që siç sillesh ti me ta. Po pse do ta kishe shoktin një çun nga ato aty që do dilte me Adelaide? Jo, në atë aspekt nëse jena, domethënë nëse kam shok, asnjëherë nuk do të më pas vajzën përbashkët. Ama po them me tjerë çuna që kam pas një me tjera vajza, gjithmonë secili mund të më përfitu. Kështu ka qenë deri tani. Ke ndonjë shok ti nga përputhen? Unë kam disa shok. Pra ka misi, edhe në rivalitete sipër. Amo jo, do me thonë që kena njëtën vajzë, që kena njëtën njohje pëlqim për atë vajzë, ato jo, asnjëherë. S'besoj që është e mundur. Nuk po e ndajmë vajzën. Jo. Këtë herë jo, në përputhen jo. Nuk ndodh. Feza, unë të uroj shumë suksese në të gjitha gjërat që ti do të bësh dhe faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit që pranove të përballesh me ne edhe të jesh kaq i çiltër në këtë bisedë dhe në përgjigjet e tua. Shumë djalë i pasëm, duke shumë clean. Faleminderit shumë, faleminderit sidomos Nikot që ma ka çu ftesën. Niko parë që më kish ndjek për cilë kogja ku shamon, kurse unë Nikon nuk e kam njofta dhe shumë gëzohem që njofta. Prita ma shumë këshilla për dashni, për është stilisht shumë i mirë, kështu që ja prandoj ma shumë këshillat për stil se sa për dashni. Për stil ishte. Kisha një takim aty kot fare një. Po ato e di. Shkon ti me rrobabanjën në takim të parë. Do ta nisi pra nga fillimi. Pres një outfit nga ti pra. Ato e di edhe ai që si ishte ai takimi, por fama apo dashuria? Dashuria. Fama. Tha dashuria. Of course dashuria. Fama. Dashuria 100% dashuria jo reale, jo dashuria false. Okej. Faleminderit shumë që ishe me ne, shumë suksese. Ishte kënaqësi të të kishim këtu. Kam britur Stenaldo. Erdhi djali jon. Se joni je. Jam absolutisht jam. Do jem gjithmonë, kjo nuk ndryshohet kur. Mirëmbrëma të dyve. Jonida Niko, mirëmbrëma gjithë dëgjuesve të Albania Radios, dëgjuesve, shikuesve, tani është bërë kjo punë lëmsh është bërë. Kur bën hapjen Stenaldo ne heshtim. Ja, këtë nuk mund ta pranoj.
Pse? Po jo, nuk se ti nuk je i ndërgjegjshëm që zëri yt është shumë s'ka rëndësi, unë jam i ndërgjegjshëm për çfarë do të thoni ju të dy në tërsinë tuaj, për eksperiencën që keni me radhë, kështu që nuk mund ta kem atë kënaqësi. Si ke qenë këto kohë? Jo, mirë kam qenë kohë goxha e komplikuar në sensin e mirë të fjalës, sepse ka patur plot për të bërë. Nga ana tjetër, gjërat tani edhe relaksohen pak, ndryshojnë me ditë dhe ti mendon që duhet ndërtosh rrugën e shtruar tani më. Pra, ai hype i mbasdaljes nga Big Brotheri që është i të gjithëve, i çdo banori besoj unë, dikur fillon dhe zbehet dhe ti jeton jetën tënde të përditshme dhe pastaj mendon atë që mendoje tërë jetën tënde më përpara, që okay, tani duhet me fillu me kriju dhe me shfrytzu këtë gjë e mirë që ka ndodhur në çdo dimension të mundshëm. Dhe ti ja ke dalë me sa kemi parë. Më një herë pas eksperiencës tënde fillove të merresh seriozisht me muzikë. Kemi parë që ke pasur po ashtu koncerte edhe angazhime të tjera. Po, e vërtet. Ka patur plot për të bërë këto një muaj e gjysmë pak a shumë tani që nga dalja nga Bigu. Dhe si muzika ashtu edhe reklamat, dëgjoni, botat e kanë ndryshuar shumë. Edhe un kam qenë një lloj personazhi që kam patur natyrshëm me rujt një farë nuk di se ta quaj. Do të një farë konfidencialiteti me veten. Gjithmonë një personazh që mbaja një farë mburoje dhe nuk më pëlqente që publikisht të isha gjithçka. Atë gjithologun unë nuk e honeps dot si koncept. Mirë, por tani kupton që gjërat kanë ndryshuar edhe që të qëndrosh në fokus duhet të dish ti bësh pak të gjitha, edhe pse kjo nuk dakordsohet shumë ato parimet e mia nga njerëz strikte, por ama duhet bërë dhe e ndjej këtë nevojë ndërsa shoh këtë eksperiencën time se si evoluon tani mbas Bigut. Është e mirë situata për ty, pra shpirtërore, por edhe pse jo financiare, pas gjithë këtyre eksperiencave që po provon që janë të reja për ty. Le ta themi këtë, sepse Stenaldo ka qenë, unë do të të quaja pak introvert sa i përket rrjeteve sociale, sepse ke qenë gjithnjë këtë desha të them edhe unë. Nuk rri me tipin tim fare, që është komplet ekstrovert si natyrë, po në rrjetet sociale, kështu në atë botën publike kam dashur të bëj gjën time dhe një nga gjërat që nuk e doja në Big Brother, se nuk është Big Brother, nuk është vetëm shkolla dhe ju sa që e modë, domethënë ne kemi menduar nga 13400 herë derisa vendosëm për shkuar në. Edhe prap tani themi në njëra bë mirë as bë mirë. Kështu që në këtë kuptim që po flisim edhe më përpara, gjithmonë më pëlqente të ruaja një farë distance me jo me publikun, po me të qenit publik. Domethënë patjetër do bëja gjën time siç e kisha marrë përsipër, për shembull bëja radion, bëja punët e mia të tjera, eventet e me radhë, por tani e kupton që je edhe më personazh publik, shumë më personazh publik dhe duhet jesh më aktiv në rrjetet sociale, duhet mendosh një content, duhet mendosh hapin tjetër, duhet mendosh se ç'do bësh nesër, sepse edhe i detyrohesh publiku që të ka mbështetur në Big Brother, plus që nëse nuk e bën, fillon edhe humbet. Fillon edhe humbet. Kjo ndodh me të gjithë në mënyrë absolute. Prap më devijove. Moj, ku e ke hallën? Shpirtërisht dhe financiarisht. A është mirë? Vazhdon ti. Vazhdon, nuk e jo. Jo, dua të di, a ndihesh ti mirë me këtë Stenaldo në ri, le ta quajmë kështu, Stenaldo në ri, se ti e po i njëjti, po këtë Stenaldo në pas. Po ka risi patjetër, ka risi edhe në këtë kuptim duhet të marrësh kohën tënde për të përshtatur me terren. Edhe unë ndjej këtë. Shpirtërisht jam shumë mirë, pa diskutim që po. Financiarisht nuk kam qenë nga njerëzit që qahem ndonjëherë, edhe pse kur me thënë të drejtën asnjëherë. Nuk e kam patur këtë lloj mënyre. Madje është ankimi, nuk është imi. Është edhe shumë gentil. Kështu që o të faleminderit shumë. E meriton nëse ka qenë rasti. Por domethënë shiko, të qenit gentil përpara vetes, të bën gentil përpara të gjithëve dhe mendoj unë që gentilesa nganjëherë është një gjë që në këtë spektrumin publik shqiptar që mungon. Domethënë, se ç'ndodh me personazhet që bëjnë nga këto hapa, fillojnë edhe marrin kot, nuk dinë më se ç'janë, nuk dinë më se ç'kanë qenë, nuk arrihen dot më, nuk flitet dot më me ta. Edhe shpresoj që ai komplimenti jot të dali demonstruar përpara njerëzve që më kanë mbështetur dhe edhe pse unë jam i bindur për këtë,
Uroj që vetja ime të mos ndryshoj kurrë pavarësisht lartësive që mund të arrij në karrierën time, në jetën time, sikurse ato që kam ndier deri tani. Sa bukur flet. Nuk e di, jam un thjesht. Nuk e di domethënë, më qetëson shumë zëri Stenaldos. Edhe un them t'japim pak publicitet edhe rikthehemi me pjesën tënde të pyeturit. Ai pozimi do reklama. Mike parë mimika thotë Jonida si ka mund kur ti mi sheh gjithmonë. Mimikat i ke parë dhe kur bënim program bashkë. Gjithmonë. Po Jonida të lutem mos reago. Mos reago kaq shumë Jonida se dukesh. Dhe ja thosha dhe nuk më beson. Se je dukshëm. Dikur pastaj domethënë e pa veten në pasqyrë. U kuptova. Stan, më pëlqen shumë sensitiviteti i humorit, edhe ne që të njohim më para se të njihte gjithë publiku shqiptar kudo që ndodhet Stenaldo, ne dim shumë mirë sensin tënd të humorit, mënyrën se si i pret batutat, autoironinë tënde, edhe gjithë të grintën që ke për të nisur një debat dhe për ta çuar deri në fund. A e gjetë ti terrenin e dur për të qenë 100% Stenaldo që Jo, nuk mund të them. Unë mund të them këtë tjetrën që nuk kam qenë ndryshe nga Stenaldo që njohin jashtë. Pra, në atë që kam treguar personin tim. Sikurse unë besoj që të gjithë kanë bërë, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Në një program që zgjat me muaj, ti nuk mund të, ne themi, del nga vetja. Në fakt vetëm hyn në vete. Në ato lloj programesh. Se ju i keni përjetuar dhe të dy dhe e dini mirë se për çfarë kam fjalën, domethënë. 100% që joni, sepse në çdo aventurë, sikur dy faktorët janë ndryshe nga ç'të duhet ty, jeta jote brenda saj ndryshon. Gjithashtu, dhe unë them që në Big Brother nuk është se gjeta terrenin më të jashtëzakonshëm të mundshëm për të treguar gjithçka timen. Tani kjo ka të bëjë ndonjëherë edhe me gjendjet tona shpirtërore të brendshme, ka të bëjë edhe me banorët, ka të bëjë edhe me po themi atë që bëhet fokusi i spektaklit, sepse në një program të tillë diçka del në pa, këtë vit është ajo gjëja e famshme e krevatit e ku diun, jo fjetën, jo sfjetën, jo e puthi, jo e bëri, jo. Po në fakt edhe po të ta shtronin, prap do komentohej që thjesht po e tolerojnë se. Dhe ti nuk e doje këtë. Jo, kursesi. As nuk e doja, as nuk e dua, as nuk do ta dua ndonjëherë, por e kam fjalën kur them me orientimin e spektaklit, e kam fjalën që nganjëherë ti gjen dhe nuk gjen vend në atë që bëhet topiku, tema kryesore. Dhe unë, me thënë drejtë, nga kjo histori nuk është se ndjesha shumë i ngazulluar, nuk është se mendoja çdo sekond të flisja për këtë punë, as në diskutime me njëri tjetrin. Por realisht Big Brotherin unë e thosha gjithmonë dhe kur dola nga shtëpia që e kam kështu të mbyllur tani, domethënë e kisha të mbyllur që atëherë patjetër, dhe tani mund të bëj vetëm nga këto bisedat në retrospektiv, dhe kur kthehem brapa në kohë dhe mendoj dhe them, okej, 3 muaj përpara kamerave të gjithë përpara ekraneve të gjithë shqiptarëve, diku në telefon, diku në televizor, në digital. Dhe kur mendoj sot, them, okej, pa diskutim që si në çdo rrethan tjetër, si në çdo aventurë ku dikush gjendet, si në çdo pjesëmarrje ku dikush gjendet, ka gjëra të bëra mirë, ka gjëra të bëra jo dhe aq mirë, por në fund fare kur bën atë përmbledhjen, unë akoma besoj që Big Brother që një eksperiencë rritse dhe që më lejoi të lidhesha me publikun në një mënyrë që e kam dashur gjithmonë. Dhe kjo ka qenë, ose më saktë, kjo është alfa dhe omega e gjithë eksperiencës me Big Brother, sepse ishte ajo që thash kur u futa në spektakël, dhe ajo që them sot, mbasi kam dalë, që kishte për mua rëndësi të madhe gjetja një trampolinë, aq më tepër mbas rikthimit në Tiranë, dhe për një personazh publik asgjë nuk është më me rëndësi se sa të krijoj këtë lidhjen me publikun dhe që publiku ta dojë, edhe për këtë e mirënjohës dem gjithmonë. Stenaldo ka qenë nga personazhet më të komentuar dhe më të dashur të këtij edicionit. E them sinqerisht dhe sigurisht sepse të gjithë banorët e edicioneve të kaluara, të gjithë sapo doli Stenaldo, shkuan dhe u fotografoheshin, hidhin video me Stenaldon. Përveç se si të bën të ndihesh ky fakt, a vazhdojnë ato njerëz, janë aktiv në jetën tënde, apo ishin thjesht për një foto, një video, pak vëmendje nga ty? Nganjëherë duhet të thënë që life is just a matter of business. Nganjëherë jeta është çështje biznesi, nganjëherë, gjithmonë nganjëherë. Në fakt duhet të jetë sa më rrallë, po te ne, te ky
vendi jon i vogël me këto struktura që kemi ngritur ne, duket sikur është e natyrshme. Shikoni, askush nuk mund t'i thotë jo dikujt që do të jetë me ty në një moment, pavarësisht që ai mundohet ose ajo mundohet ta marrë për interes të ti, e ti thua, kjo ka gjën e vet, un kam gjën time. Mund të jetë dashamirësi apo nuk mund të jetë? Jo, mund të jetë, absolutisht, ka shumë raste që është dashamirësi. Ka dhe shumë raste që është kjo që sapo thash tani. Megjithatë, në çdo rrethan, në fundit je një personazh publik, rrethi i këtyre personazheve ka këtë diametër, do më thënë këtu jemi, se në Tiranë jemi, nuk jemi në New York, të gjithë njohim njëri tjetrin, madje edhe në vende shumë të mëdha, besoj unë të gjithë prap kanë një farë raporti me njëri tjetrin, sepse bota e njerëzve të njohur të televizionit kaq është, kudo që të shkosh. Kështu që unë jam i kënaqur që kam takuar njerëz të ndryshëm që i kam dhënë dhe marr. Dhe ke patur goxha mbështetje nga jashtë nga ato njerëz. Kam patur mbështetje dhe ka plot për të përmendur këtë. Domethënë njerëz që kanë mbështetur shumë. Unë për shembull vendos Shaka Hoxhën si një ndër njerëzit më të veçantë që kam njohur nga aventura me Big Brother. Luizi gjithashtu. Po patjetër Luizin vendos, megjithëse është bërë kohë që nuk kemi takuar me Luizin, edhe ai i zën me gjërat e tij. Dhe ti fal Zotit, je i zën me gjërat e tua dhe shumë i angazhuar me gjërat e tua. Patjetër Luizin shumë Dafina Zeqirin, Dafi, që unë e çmoj jashtëzakonisht shumë. Mund ta përmendim në koncertin e saj apo është për te? Okej, patjetër. Dhe plot të tjerë, ka patur plot të tjerë, edhe shumë nga banorët që kanë qenë në shtëpi. Për shembull, absolutisht Stine që nuk diskutohet. Shumë marrëdhënie mirë ka qenë me Alesion. Marrëdhënie ku kemi dhënë dhe marrë nga njëri tjetrin në një mënyrë që na rrit. Kjo është ideja. Me Mali? Me Malin patjetër që po, vetëm se Mali është larg, jemi larg tani edhe ai është në Kosovë, unë jam këtej, edhe kur flasim atë i them që çfarë do bëjmë, do blejmë një cop tokë në Tiranë, bish ta bosh një shtëpi këtej apo? Mali do vi javën tjetër. Vjen javën tjetër Mali? Do jetë në program, ma ka premtuar. Po, kur premton Mali more se Mali është mal. Si se imitohet atë personazh brenda shtëpisë nuk e di. Ama sa më pëlqente grupi i Stenaldos, pra që ishte Stenaldo, Mali, më pëlqen, ishin një grup midis dy grupeve, pra ishin një shtet më vete. Qeveri më vete. Më pëlqenin shumë, zemra jetonin në atë Big Brotherin e tyre. Po vendosëm ashtu e bëm rrugën, domethënë. Unë vendosa që nuk do isha ai personazh. Nganjëherë më vjen natë që ndetëm në këtë prizëm, se ndonjëherë thua, "Ok, më burse, hajde." Trajtoje kur thon gjithë loj kuadër lojës, sytë ti në kuadër lojës, ato është shpesh edhe brenda shtëpisë. Po, po them edhe në kuadër lojës, edhe nami u bë. Edhe u zgjidh po si bisedë. Jo, qëndruam aty, njeriu qëndron nga karakteri vet o Niko dhe Joni. Nuk del dot. Nuk del dot, sa të mundosh. Varet. Shumë marrëdhënie mirë me Malin, me Arditin absolutisht, për ai sa qëndroi në shtëpi, sot jemi shumë Kloj ton për shembull i ka mbetur hatri që ti ke dashur Ksenjon më shumë. Kur se kam thënë, kur nuk kam thënë një gjë të tillë Kloj. Ç'më gjeti mua me këto gocat, kudo që shkoj kam një nga këto. Që ta dini ju, të gjitha gocat e Top Albania Radios e duan shumë Stenaldon edhe kanë filluar xhelozojnë për njëra tjetrën. Një super bashkëpunim i cili erdhi shumë natyrshëm nga Stine dhe Stenaldo, koha nuk fal. Edhe nuk fal ama. Thoni po deshet. Që fal. Më thuaj pak çfarë të ka bërë të mendosh që vërtet koha nuk fal dhe çfarë do bëje ndryshe nëse do ta dije këtë më parë. Jo, nuk fal koha këtë e kemi ditur që në fillim të kohës kam përshtypjen. Fillim fare jo, xhan, po. Po e marrim pak si për të mirë qenë, ëh? Që nuk e dija. Koha, okay, po, e marrim. Shiko, koha nuk është edhe aq e sert, saç mundohet ta bëjnë disa, sepse të jep edhe mundësi të dyta, nganjëherë edhe të treta. Por nëse ti s'di të menaxhosh, nëse ti nuk di ti marrësh, nëse ti nuk di të bësh atë gjën ekstra, atëherë dikur nuk të fal më. Edhe kur vendos mos të fal, e ka shumë seriozisht. Domethënë, nuk ka ndërgjegje që të shkosh ti thuash të lutem edhe një herë. Më jep dhe një shans. Si erdhi ky bashkëpunim mes teje dhe Stine? Sigurisht që ju e keni folur edhe brenda shtëpisë që do të bëni diçka bashk, por ne vetëm kemi filluar. Tematika, më pëlqen shumë. Ne vetëm kemi filluar patjetër. Tematika më pëlqen. Domethënë është një tematikë e cila mund të prek edhe dikë që i ka punët në Terezi. Absolutisht. Ky ishte qëllimi? Kur e kam dëgjuar kohën, unë kam qenë shumë i lëvizur, po themi, i prekur nga si nga teksti edhe nga muzika,
sepse është edhe një lloj nën zhanri që ne nuk e kemi kaq të zakon 2026-ën, pra nuk gjen kaq kollaj muzikë të tillë, dhe kur e kam dëgjuar me Stinën në studio kam thënë okay, kjo kënga duhet jetë jona. Domethënë Stine që largohet nga R&B-ja e tij që e ka të vulosur në lëkurë apo ritmet që vijnë pak nga muzika latine, të cilat ai i ka eksperimentuar dhe i kanë rezultuar të suksesshme, bëri një baladë pop eksperimentuar me këto ritme. Çfarë mendime keni ju për shembull? Mund ta bësh hirshëm. Unë mezi po pres këngën tënde solo. E ke diçka në tav me këto ritme? Jo, nuk i diet asnjëherë. Po eksperimenton. Më pëlqen. Jo, realisht, sepse në qoftë se do ta ndjekësh muzikën si profesion, duhet kuptosh pak edhe çfarë dëgohet. Unë edhe këtu kam qenë shumë stiff, shumë i ngurt. Me Big Brotherin tani kuptoj që duhet të jesh pak më i shkrivët me edhe me atë që ty nuk të duket ideale apo që ty nuk të duket po themi 100% vetja jote, sepse tregu është treg, edhe muzika është e tillë, dhe shoqëria është e tillë, dhe ne dëgjojmë atë që prodhojmë atë që njerëzit duan të dëgjojnë. Prandaj pa dalë shëmtuar përpara publikut, po disa ndryshime të vogla duhen të bërë. Ndërsa për këngën me Nesin ka qenë shumë natyrshme. Është një nga materialet që e ka punuar goxha më shpejt bashk, vetëm, dhe kur pastaj e sollëm bashk. Pra Nesi e ka provuar çpata, por Nesi ka provuar materialin goxha më herët. Me një instrumentim ndryshe nga ky që kemi. Dhe të shatoja këtë, se u bra lëmsh. Kur ishim në shtëpi bashk në Big, nga që unë kisha këtë vibe-in tim kështu gospel, edhe gjendeshim me pop rock. Gjendeshim me Nesin në për këto lulet e gospel music që janë detyrimisht edhe pjesa e R&B-s, edhe më thoshte plako thoshte po më kthen te një gjë që e kam lënë disi. Po më rikthen. Po, ma thoshte gjithmonë. Edhe me sa duket u kthyem. Dhe bët shumë mirë, sepse kënga është pëlqyer, ka pasur komente super pozitive, transmetohet shumë shpesh në radio, është në Top Awards. Ta dish se sa viral është bërë momenti kur ti ke dalë në një nga koncerti i parë mbase, video që ti këndon ishte, nuk e di, video e ditës në TikTok. Po, se të mendosh unë me TikTokun jam brapa, e kam një akaunt, duhet t'i jap drejtimin e TikTokut. I lexon komentet? I lexoj, i lexoj në Instagram. Tani, çfarë është koment kur vendos ti jesh personazh publik, unë mendoj që një nga paktet që ti detyrimisht e bën me spektatorin është që njerëzit kanë të drejtën e tyre të pamohueshme të gjykojnë siç ata mendojnë. Sepse publiku është shumë i madh që të sqarohen të gjithë, apo që të gjithë ti mendojnë gjërat siç ti pretendon të jetë e vërteta jote, apo që ti të përfaqëson me radhë. Duke u nisur nga kjo mundësi që unë besoj është e shëndetshme, unë nuk impresionohem nga komentet që dikë mund ta prekin që nuk i duken aq pozitive me radhë, sepse them ti ke zgjedhur ti jesh personazh publik dhe të marrësh benefitet e të qenit i tillë, publiku në tërësinë e vet ka të drejtën e tij të pëlqejë, kur të pëlqen, që ty e dashuron dhe adhuron, dhe të mos pëlqejë kur nuk të pëlqen. Me që jemi tek koha. Por që i lexoj, dhe kur mundem edhe përgjigjem. Ne që jemi të koha, që nuk fal, ende, mbetemi aty. Nëse do të kërkonte koha llogari sot, për çfarë do të vinte më shumë keq që e le për nesër? Sa mirë që kam mbyllur Big Brotherin edhe këto gjërat tani mund ti flas në një dhomë pa mikrofona, pa kamera. Dhe në një dhomë, jo dhe aq rrëfimi. Po, do të thënë shiqyr zotit që kam ikur që andej, pra që programi u mbyll se është peshë e madhe shumë dhe presioni i madh psikologjik në këtë drejtim. Nuk e kam pas kur për natyrë me fol. Domethënë unë do t'i përgjigjem pyetjes, po t'i përgjigjem në një mënyrë që nuk është aq transparente. Siç di ti, zakonisht. Sepse ato gjërat e mia pastaj që me të vërtet thell kur kohët më kërkoj llogari do të jem në vështirësi, nuk i ndaj më kështu. Por ka plot situata kur ne përpara kohës ndihemi të vegjël se themi kemi humbur një mundësi. Shikoni, unë i kthehem të tashmes edhe them që sot nuk do të humbasim mundësi. Edhe me kohën që vrapon kaq shpejt, duhet jemi kujdesshëm që të shfrytëzoj ç'të mundem në mënyrë që t'ia dal qëllimeve të mia dhe të qëndroj atje ku unë dëshiroj të jem. Prandaj më mirë t'i bëj paraprit
kohës nesër që më kërkon llogari për diçka të së tashme sot, sesa të mendoj nga 700.000 herë ato të kaluarës që s'kan asnjë vlerë. Niko vetëm po dëgjon. Vetëm po dëgjoj jam kështu. Për radion të ka marrë malli? Shumë të imase. Po e flisim pak bashkë të tre që sa herë hyn këtu brenda, sidomos për shembull ja sot është pak më i qetë ambienti, apo ju themi ca gjëra kështu, nga mbrapa skena e Top Albanias. Po është pak më i qetë, domethënë është pak më pak rrëmuj, se tani radioja nga që janë shtuar edhe njerëz goxha që punojnë me radhë, është bërë televizive, ka më shumë ngarkesë se sa dikur, por kozi, kështu e ëmbël e ngrohtë, ngelet akoma, e dashur, ngelet njëti godina e ndryshuar së brendshme ndoshta, por prap i njëjti vibe, po dhe njerëzit është ruetur kjo gjëja që mua më pëlqen shumë këtu, që ka një vibe bashkëpunimi mes njëri tjetrit, jo një konkurrencë të kotë të pakuptim që s'ron asnjërin përpara. Po merr malli shumë edhe nga që vi rrallë tani dhe gjithmonë kur jam këtu është ai hendeku i eksperiencës mes asaj që kam jetuar kur vija çdo ditë në radio. Edhe për qef vinim. Plus e kisha raste për shkak që bëja podcast, mund të isha këtu 8 mëngjesit me 8 të darkës përpara laptopit tim. Dhe kur po kisha moment tani në korridor, edhe po thosha, o zoti mat, sa kohë ka kaluar që atëherë dhe sa shumë gjëra kanë ndodhur në këto 4 vite. 4 vite kur je 28 vjeç, nuk janë pak. Nuk janë pak, vërtet, dhe ke bërë gjëra shumë. Ka ndodhur shumë programe të mira. Stenaldo po thoshte që e ka marrë malli për radion dhe unë dua ta fus në vibe-in e radios dhe dua ta fus në Pardon My Friends. Sa shpejt ke folur. Nuk e di pse më hypi ky vibe frëngjishtes. Zakonisht ne komentojmë në radio, ti e di që njëra nga rubrikat ka qenë polici mirë, polici keq, po jemi bërë gjithë të këqij ose të gjithë të mirë në këtë pikë. Edhe komentojmë po ashtu edhe video apo ngjarje apo deklarata që janë thënë nëpër programe të ndryshme, por kryesisht në Top Channel. Se do të falem shumë, do bëj vetëm një hap mbrapa se po thoj diçka për Elona Dura. Jo. Ta nxora sekretin. Jo, Elona ne kemi shpirt, e duam shumë. Fjalë mira po thoshim Elona, mos kemi. Jo, duhet në njerëzit që përmendë se kjo është kur përmend njerëz që ti i ke bërë miq mbas daljes nga programi, harron në njërin. Edhe pa dashje, unë nuk domethënë mund të jem vonë, po kurrë shumë vonë. Për të përmendur edhe fal, po për të përmendur Gaspajan për shembull. Gazin që e kam njohur shumë mbas Bigut. Por që kishit super vibe ju në duete. Vllare, kishit shumë vibe ju. Jo, nice është me për të kënduar. Me Gazin, po patjetër na ecën bisedë Gazi, Visiani Ksena, shumë momente të bukura kemi kaluar bashkë, kemi pas mundësi të takohemi mbas Bigut me të dy me të çuna. Ja erdhi dhe Arditi Murataj. Po. Si e kam Arditi? Po të pret, besoj e keni lënë një kafe apo një birë pas emisionit. Je gati të bësh pjesë e Pardonit edhe mund të na bashkohesh sa herë të dëshirosh që radioja është gjysma jote më e mirë. E kemi Bledin Bledi Mane, i cili është bërë një Alfred Çako. I ka zënë kjo magjia e rrethit katror. Po, me për magji flitet. Dashur miq, po fut aty mandushit të magjeps. Magjia e bllokut në vitet 70 kur Enver Hoxha pësoi para infraktin e parë. Zonja e parë e Shqipërisë asaj kohe, Nexhmie Hoxha Xhunglini, duke ardhur nga një familje se kishte Xhunglimi, me rënë fetare nga Maqedonia, nga Dibra e Madhe. Po edhe është dashur të shkoj të takoj gratë të komunitetit rom, tek të cilat shkoj, foli, rrëfeu, sepse besonte që bashorti i saj, duke takuar aq shumë njerëz nëpër Shqipëri, ishte koha kur Enver Hoxha lëvizte nga jugu nga veriu, vila e tij e madhe në blok priste njerëz çdo ditë, dhe mendonte që burri aq i bukur, aq i gjatë, aq i shëndetshëm, pësoj një paraj frakt në mënyrë Stenaldo e shef fytyrën e Alfred Çakos. Që arkivat dhe Alfredit kjo po i duke konspirative. Po, ka dyshimet e tij në Alfredi ka dyshim në konstatimet e Bledit të Shqipërisë së Mesme, tek të cilat çoi kanatiere, dhe kishte për ti jep kom më shumë Fredi detyrimisht në lëndëve. Dhe shkoj pra të yshte objektet e të shoqit dhe tregojnë që rasisi që shëndetit ju përmirësua
mbas paraj fraktit të parë. Shikoni, vdes, mo kini gale, ka vdekur edhe ky. Me gjithë magjin që ka bërë prapë s'ka bërë komuniste. Kështu pra. E çadini, ju që keni nga këto ide, domethënë në fund fare vdes. Të gjithë vdesin. Po e gjatë duar është di. Jam shumë kurioze pse Bledi zgjedhi të bëj Alfred këtë edicion të së diellës, por është një teori konspirative ose mund të jetë edhe histori e vërtet, por nuk e vërtetojnë dot. Nuk i diet, sepse nuk e dim këtë gjë. Nuk i diet asnjëherë, po në thelb këto syri, magjia, më solle kanatierën të bëj, po kanatierën pse olla? Po ka mbajtur në veri kanatierë thoni ju? Nga ato të leshit, në takime. Beson ti Stenaldo te këto? Nuk jam, nuk. Të kanë marrë ndonjëherë më sysh Stenaldo? Janë shumë racional, me thënë drejtën, po që ka në një raste që kot nga hiçi të zë një inat me veten për shembull, mbasi të kanë parë ku diun sa njerëz, edhe ka. Un jam racional për nga natyra, nuk besoj te këto gjëra, por edhe shumë përjashtues nuk jam. Mundon të jem çik i kujdesshëm sepse ndoshta nganjëherë ku diun ato gjykimet e mira të tjetrit që vinë kështu në mënyrë bombarduese, sikur të ngacmojnë në një traumë të vjetër tënden pasigurie me radhë. Nuk e di domethënë se si mund të interpretohet, por ne quajmë sy mbase ka një koncept ose një konceptim shumë logjik mbas asaj që ndodh. Pra edhe e mira nganjëherë disa njerëz i nervozoni. Pra fjala e mirë, e di, të gjitha ndodh që marrim nganjëherë një kompliment, nganjëherë duket i tepruar dhe fillon reagojmë krejt në mënyrë të kundërt me çfarë do të bravo, do të thënë na çmeni edhe këtu me këto 700 fjalë të tjera. 700 fjalë, edhe ti boltani. Fillon të kap një nat me veten. Besoj të syri, unë kam tatuazh. Niko e ka tatuazh. Ti beson të syri? Absolutisht. Të ka ndodhur në një histori? Të kputem. Unë një gjë ju them që unë syrës të marr dot. Më shim në sigur e thua këtë. Jo, aty kujdes aty se. Ti të merr me mendje. Qyqa, të marr në mend. Të merr mend. Ç'a mendon Betmane për këtë për shembull? Do ta pyesim, e ftojmë edhe Bledin, kemi përballje të fuqishme në këtë tavolinë. Kemi edhe shumë pak minuta në fakt drejt përfundimit, edhe më pëlqen shumë ky vibe që është në këtë studio, por që edhe energjia që Stenaldo transmeton, sepse unë kuptoj që ty të ka munguar mikrofoni, të kanë munguar bisedat, të kanë munguar jo vetëm se intervista ke dhënë sa të duash, pasi ke dalë edhe nuk dua t'jap, më do kam qenë shumë i kujdesshëm, edhe në atë kohë, okay, duhet të ishte diku se duhet t'jesh. Se duhet të thënë ca gjëra pas i del. Për eksperiencën, për gjithçka çka. Duhet të thënë patjetër, po pastaj fillon edhe. Kështu prandaj doja këtë gjë sot se ishte një ndërthurje, edhe një mënyrë me foldirshëm. Po tani ndoshta je edhe më i qetë, se është pak më ftohtë, kanë kaluar goxha kohë, edhe shikon një tjetër qasje tashmë të drejtuar nga arti, nga muzika, nga gjërat që do të bësh, nga fokusi yt. Patjetër Joni. Edhe në radio do kthehesh? Në radio dua shumë të kthehem, nëse e bëj do ta bëj me diçka të bukur, shpresoj. Unë kam thënë në çdo rast që kam pasur mundësinë ta them që patjetër që radio është për mua dashuri e pa tjetërsueshme, por televizioni është një hap karriere që është i rëndësishëm dhe që ti besoj e di që ne edhe shihemi, se jemi në digital. Patjetër që edhe shihemi. Por nëse bëj radio do duhet bëj diçka paralelisht me të. Super. Mua më do. Ama e dua shumë. Në këtë gjën tënde? Patjetër. Më do. Patjetër. Nuk i të dy biles, të tre me gjithë klohen. Nuk i pas ka mbaruar dashuria për gocat e radios, Stenaldos. Sten, faleminderit shumë. Faleminderit të dyve, shumë kënaqësi që u gjendëm bashkë në radio. Edhe shumë suksese për çdo gjë që bën. Unë dua të përgëzoj, nuk na ngeli shumë kohë, por dua të përgëzoj Francesca Rustem sepse më në fund u zbulua emri i parë i jurist në She's on Top. Okej. Pra kemi Big Brother 6 ta më burr. Po edhe mund. Okej, ka shpejt, po jo ka shpejt. Dhe i urojmë fillon shumë shpejt She's on Top, një sezon i ri me Sara Gjordenin prezantuese dhe ekskluziviteti që mbetet për këtë studio është Niko Komani.
Shumë urime Niko Komani që do të jetë pjesë e She's on Top. Pra Niko dhe Francesca Rustem do të jenë dy emra. She's on Top, do të jesh on the bottom. Kështu që shumë suksese Niko. Pritet një sezon shumë i mirë. Nuk e di apo më surprizon s'di si të reagoj, po e mbaj. Ma Lori këto tani, se i marrim vesh gjërat. Jemi në fund Sten, ti Sten mund të ishe një juri në She's on Top. Po, do të pëlqej. Vetëm që do të prekja për të kuptuar. Nëse, jo, bëhet. Kam përshtypjen që mund të ishte një lloj tjetër i të parit të konkurrentëve. Komplet që po. Mund të ishte interesante. Po. Mund të ishte interesante. Perfekt do ishte. Faleminderit shumë Stan. Jemi në fund, do dëgjojmë të mërkurën tjetër dhe do shihemi po ashtu në kanalin 10 në digital.